Hetimet për vrasjen e dy fishtë në Finikunda po vjojnë me intensitet teksa dalin në dritë detajet e reja mbi motivet, rolet e të dyshuarve dhe çështjen e trashëgimisë pas arrestimit të nipit të viktimës 68 vjeçare dhe një biznesmeni nga Athina. Autoritetet presin ndalimin e një personi të tretë që ndodhet në Gjermani. Ky person dyshohet se ka transportuar 22 vjeçarin që dyshohet si autori kryesor i krimit dhe pritet të arrestohet sapo të ekzekutohet urdhër arresti ndërkombëtar. Hetimet e reja lidhen me pasurinë e viktimës, e cila përfshin prona dhe toka me vlerë disa miliona euro. Sipas ligjit, trashëgimia i kalon motrës së 68 vjeçarit, pavarësisht pretendimeve të nipit se kishte qenë pranë xhaxhait deri në momentet e fundit, edhe nëse ai shpallet fajtor për nxitje të vrasjes. Kjo nuk ndryshon rrjedhën ligjore të trashëgimisë. Nipi 33 vjeçar, i cili fillimisht u paraqit si dëshmitar, u arrestua pasi analizat e komunikimeve telefonike dhe kompjuterike të kundërshtonin deklarimet e tij të para. Hetuesi arriti të ndërtojë një tablo të qartë të përfshirjes së tij si nxitës i sulmit, ndërsa ai dyshohet se ka patur rol edhe në një atentat të mëparshëm ndaj xhaxhait në shtator. Një element vendimtar për hetimin u bë telefonata e parë 33 vjeçarit pas vrasjes, e cila nuk ju drejtua policisë, por biznesmenit që sot është i arrestuar. Në dëshmitë e mëvonshme, njeriu ka folur për presion mediatik, thashë theme rreth 30 milionë eurove, grabitje të përsëritura në banesën e tij dhe një marrëdhënie të ndërlikuar me viktimën, të cilën e konsideronte figurë atësore. Ndërkohë, dy të rinjtë e dyshuar si ekzekutor mbeten në paraburgim, ndërsa bashkëpunëtori i tretë pritet të arrestohet nga autoritetet gjermane. Hetimet vazhdojnë dhe autoritetet paralajmërojnë zhvillime të reja, pasi rasti i Finikundës vijon të mbetet i mbushur me enigma dhe kontradikta që kërkojnë zbardhje të plotë.